Veti në shtëpi që ti provoj takat që thoni juve për së dyti herë, pasi nxitimi dhe stresi dhe të gjitha, nuk kisha vënë një gjë shumë e rëndësishme. Gjeni çfarë? I hap takat në shtëpi dhe takat ishin të grisura. Që të gjithë pjesën ku vihet shualli i këmbës e kishin që të gjithë të shqyer. Njëra tak ishte atë të shqyer, ndërsa një tjetër më duket se ishin te pjesa e rripit të tyre. Gjeni çfarë, vete për të kthyer. Ata ishin duke mbyllur dyqanin. Të merë, aq kam qarë sa nuk e keni iden. Reagimi im kur shikoj takat ashtu, kam qarë nga gjatë gjithë rrugës, që nga shtëpia ime që jetoja atëherë dhe deri te ky dyqani, kam qarë gjithë rrugës, me lot në sy dhe ndërkohë kur vajta që t'i ndërroja vetëm qaja. Vetëm qaja. Ajo goca në atë moment ishte duke mbyllur dyqanin edhe më tha që gje çfarë? Këtu ishte bomba e vërtet. Më tha, shko tha se unë do të kthej lekët, i thash kërkështu janë të grisura, po unë fejojmë nesër, i thash, dhe më duhet patjetër një paltaka. Dëgjoj më tha mua se unë po mbyll dyqanin edhe na merr lekët, më tha mua dhe ik. Çfarë do bëja unë? S'kisha çfarë do bëja. Ishte të merr. Hajde të më mbaje mua aty, lotët e mi nuk pushonin. Nuk pushonin lotët. Të dielën në mëngjes pastaj, vajta te parukieria, u rregullova. Edhe vajta të blija një paltaka diku që kisha para ty që nuk më kishin pëlqyer fare. Nëse i vajta, i mora, i provova. Jeni çfarë? Sado që mundova që t'i shikoja mirë, ato u grisën. Shqipetojmë që kjo histori është e vërtet. Vete në shtëpi, i ngjist që ka shukeq edhe kështu kalon fejesa. Tani ja kam ndryshuar unë, pas asaj ndodhie që më ndodhi. Jo. Nuk kam ndryshuar. Përpiqem, në disa gjëra jam për më e përgjegjshme, kur bëhet fjala për evente të tilla, mundohem mos i lë për në momentin e fundit, ose po e pash që u ngushtua gjëja, nuk kam më kohë, zgjedh diçka të thjesht, pa bërë shumë naze, po mund të mos më pëlqej vetja, po mundohem që të dukem në rregull. Lër mos më pëlqej mua vetja, mjafton të gjaj mirë estetikisht. A jemi që të gjithë në shenja e Luanit kështu apo jo? Me qëra fjalla, takat isin skandaloze. Takat që zgjodha. Le dyqani pastaj. Dyqani momentalisht nuk operon më në Vlorë, u mbyll. Normalisht që do mbylli se ishte mall skandaloz. Në Vlorë nuk operon më, po në qytetet e tjera të Shqipërisë operon, prandaj dhe nuk po ja përmend fare emrin. Kështu. Po të paktën fustanin e kisha shumë të bukur, shumë të bukur, edhe pse kalojnë vitet shumë të bukur. I thjeshtë i bukur. Edhe pse kalojnë vitet, më pëlqen.